Ka pyetje përgjigjet ti duat shpejt. Për ndryshe atë foton tjetër që e pota nuk fol, ajo ke pak ma... Ma herët... Po, ato dyjat që ke... Themi? Po... Që? Kjo këtu. Kjo ka qenë, kur jëmë pranun teatrin kombëtar, kjo ka qenë roli të cilën roli fajtor që unë jë martu me burrin tem. Po që është na iku kjo se? Që është gëtë kjo të parë në dashë dhe përmen? Po se e pash në bazë të viteve. Se fajtor? Fajtor. Po menaj, kjo ka qenë projekti... Taksirat. Taksirat, po. Taksirat i mirë. Edhe kjo ka qenë shfaqja dërzimin në Spokan, vitin 2016, i Lirin e kom pas bashkëpunëtor në serialin Osamir, ka qenë regjisorë serialit, e majnë mend, prej kur e majnë mend vetë, në fakt, njëm prej Gjakovës shumë mëti, edhe mëfton me lujt një shfaqje në Gjakov, thot, jam të fillu një projekt, apo vjen, njëri thash nuk jam shumë e sigurt se mbarë qëpar, edhe e pash që po kisha mundësi shkova me punu në Gjakov, shkova single, u ktheva e martune. Po në Gjakov? Po në Gjakov. Po më tonë kjo është në rëndësi. Kam do pyetje shpejt duat në përgjigjesh. Një aktor apo aktore shqiptare që për ty është më i miri? Një. Një. Një femë një moshkulla. Shumë shtirë, shumë. Ose që të pëlqen ty, po e ndroj, që të pëlqen ty. Se kur tu ma i miri, tani është pak danger. Po, definisht, tash me përmen mërë vete kur tishin, i bjen që, kështu që... Ajo dihet? Ajo dihet. Përveç? Yll Kamujo. Yll Kamujo. Po, besoj që është aktore e veçant, e jashtëzakonshme, e papërsëritshme. Okej, nga burrat? Kreta shmillnohen. Kreti dhënohen? Jo, kemi shumë, vërtet kemi shumë. Okej, kemi shumë, faleminderit shumë, nuk po të ngacmoj. Një kolege, apo kolegë që të ka surprizuar pozitivisht? Pritshmërit i ke pas tjera, po të ka surprizu? Për në raport? Raport, shoqëror, mirësi, ku e di, shoqëri... Nashta personi që mas shumë të din me të bëtë surpriza dhe me të shku në momentet caktune është Uta Krasniqi. Kështu që me krejt punën që e këna bo bashk, vërtet so hertë me to, ajo prap më surprizon me krejt energjinë e sajtë mirë. Faleminderit shumë. Ka një zhanër që nuk do të luaje, shfaqje, film? Heq, në që se ka në ajo s'ka kuptim. Kam zhanër që preferoj me lujt, por me gjitha ato që si preferoj më do kënë sfidu se pranda